Dhunë, kërcënime se do t'i vras familjen, paralajmërime se mbante armë në të kaluarën. Kallëzo, ka arritur që të zbuloj detaje për ngjarjen që ishte regjistruar në mars të këtij viti, e ku viktim ishte gruaja e tashmë të dyshuarve kryesor për vrasjen e vëllezërve Morina në Malishev. Kallëzo raportoi më 6/11/2025 se ndaj Isufit kishte pasur një akt akuzë në prill të këtij viti për dhunë në familje. Për këtë ngjarje, zbulohet se ekzistonte edhe një vendim i gjykatës themelore të Prishtinës për çka e dënonte Isufin për dhunë dhe kërcënimin e bashkëshortes së tij, e madje ngjarja shkon edhe më larg kur vendoset që dënimi i gjykatës së Prishtinës të ndryshonte në gjykatën e apelit. Dënimi ulet, duke vlerësuar se ka arritur efektin e përgjegjësisë së të dënuarit. Isufi ishte dënuar në gjykatën themelore të Prishtinës. Në vendimin që ka siguruar Kallëzo, jepen detajet të ngjarjes së dhunës në familje dhe kanosje nga bashkëshortja e tij. Dosja përshkruan se Astrid Isufi më 30 mars 2025, rreth orës 15, por edhe në të kaluarën, kishte dënuar gruan e tij e kishte kërcënuar që nëse ndahet, ai do t'i vras familjen. Ky paralajmërim është theksuar edhe në dosjen e gjykatës për vendimin që ishte dhënë me burgim. E rahu gruan në ditën e festës së Bajramit, më 30 mars 2025, Astrid Isufi sipas dosjes në gjykatë rreth orës 6 të mëngjesit, përderisa gruaja e tij kishte përgatitur drekën e festës së Bajramit, i pandehur ishte zgjuar nga gjumi e kishte e thirrë gruan e tij dhe kishte goditur me peshqir në trup, duke i kërkuar të njëjtës që të zgjojë fëmijët nga gjumi. Gruaja kishte shkuar te fëmijët, por ata nuk ishin zgjuar e ishte kthyer sërish tek Astrid Isufi për t'i treguar. Dosja tregon se Astrid Isufi ishte nervozuar e më pas kishte nisur të sulmojë gruan e tij me shuplake e glushte në fytyrë e trup. Disa orë më vonë, kur Astrid Isufi ishte kthyer në shtëpi, pasi kishte shkuar të përshëndesë familjarët për festën e Bajramit, kishte kërkuar ushqim nga gruaja e tij dhe kjo e fundit i kishte thënë se mungonte një produkt ushqimor, e kjo më pas sërish kishte qenë një sherr i cili shkaktoi dhunë fizike të dytë brenda ditës nga Astrid Isufi te bashkëshortja e tij. Dosja shpjegon se kur kishte marrë vesh Astriti se mungonte një produkt, i kishte marrë pjatat e ushqimit dhe i kishte gjuajtur në tokë, më pas e kishte kapur gruan e tij për dore, e kishte tërhequr zvarr, e kishte futur brenda dhomës dhe kishte nisur të shëllojë një kablo të rrymës në pjesë të ndryshme të trupit. Në ato momente, vajza e tyre kishte hyrë brenda dhomës dhe i kishte kërkuar babait të saj të ndalojë, sepse po e mbyste nënën. Ane pse kishte kërkesë nga vajza, dosja shpjegon se Astrid Isufi nuk kishte ndaluar derisa ai është dashur, mjaftueshëm se e ka rrahur të dëmtuara në këtë rast, gruaja e tij, dhe më pas e kishte larguar nga shtëpia. Në po të njëjtën ditë, Astrid Isufi, sipas dosjes që ka siguruar Kallëzo, e kishte kërcënuar gruan e tij dhe i kishte paralajmëruar se nëse ndahet nga ai, do t'ia vras gjithë familjen. Ti nuk guxon me u nda nga mua, se kam me të vra familjen, kam me ti faru krejt, përshkruhet kërcënimin që i kishte bërë Astrid Isufi gruas së tij më 30 mars 2025. Kjo situatë e njëjtë i kishte shkaktuar ankth, frikë dhe pasiguri për jetën. Me krejt këto veprime që Astrid Isufi kishte kryer ndaj gruas këtij, gjykata e Prishtinës, dela në Drenas, kishte dënuar të njëjtin me burg në kohë zgjatje me 154 ditë dhe 300 euro gjob për dhunë në familje, ndërsa për kanosje ishte gjobitur me 500 euro. Xhelozia shkak i dhunës në familje. Pa telefon, duke përjatuar dhunë të vazhdueshme fizike, gruaja e Astrid Isufit në deklarimin e saj në seancë për caktimin e paraburgimit kishte thënë se burri i saj nuk i kishte lejuar telefon, nuk ka mundur më herët të raportojë dhunën në familje, sepse nuk kishte mundësi. Burri i saj ishte xheloz dhe e njëjti nuk ja kishte dashur familjen gruas së tij dhe i kishte thënë shumë herë që nuk kanë çka lypin këtu. Më tej zbulohet se gruaja kishte informuar organet e rendit muaj më parë se burri i saj kishte një armë të cilën e posedonte kohë më parë. Ajo pas ngjarjes kishte e qëndruar te familja e saj, derisa fëmijët e babai për shkak që të mos ndërpritej shkollimi i tyre. Për vendimin e themelores Astrid Isufi ishte ankuar në apel. Astrid Isufi ishte dënuar në rreth 5 muaj nga gjykata themelore e Prishtinës, ndërsa gjykata e apelit kishte bërë ndryshim të vendimit të shkallës së parë, duke ndryshuar edhe kohëzgjatjen e dënimit nga 5 në 3 muaj për rrahje brutale të gruas së tij, si dhe kërcënim ndaj të njëjtit.
Mëtej zbulohet se gjykata e apelit më 26/6/2025 kishte marrë vendimin që ta aprovojë ankesën e mbrojtësit të Astrid Yusufajt. Gjykata e apelit kishte vendosur që në total t'i jap Astrid Yusufit dënimin me burg 3 muaj dhe gjob prej 300 eurosh për dhunë familje, ndërsa nuk kishte ndryshuar dënimin me gjob për veprën penale të kanosjes. Për vendimin e gjykatës themelore të Prishtinës, kishte bërë ankesë avokati i Astrid Yusufit, Muhamet Binaku. Në përgjigje në ankesë, ishte paraqititur edhe përfaqësuesi i gruas së Astridit Faik Morina, duke treguar se gruaja ishte kthyer në shtëpi në përbashkët me Astridin në Komaran te fëmijët e saj më 24/4/2025 me marrëveshjen e të dyja palëve të familjes. Gjykata e apelit kishte mbajtur edhe seancën e kolegjit dhe kishte shqyrtuar ankesën e cila nuk kishte përshkelje esenciale të vendimit, por për ndryshimin e saj. Mbrojtësit e të dy palëve, në këtë rast Astrid Yusufi dhe gruas së tij, kishin mbështetur kërkesën që të shqiptohej një dënim alternativ, siç është ai me kusht.